Tronditja e papritur Alma nuk mund ta besonte dot atë që po shihte. Vetëm 2 ditë pas funeralit të mamit të saj, babai i saj, Gëzimi, kishte vendosur të martohej me motrën e tij më të vogël, Lirin, një grua që Alma e njihte gjithë jetën, por kur nuk e kishte parë në këtë rol. Ajo që kishte qenë gjithmonë e ngrohtë dhe e kujdesshme ndaj saj, tani ishte bërë gruaja e re e babait të saj. Dhe ajo, Alma, po qëndronte në kuzhinë me një filxhan kafe në dorë, duke ndjerë një dhimbje të thellë që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. "Ti je seriozisht, babi?" pyeti ajo, duke u përpjekur të mbante një ton normal, por zëri i saj dridhej. Gëzimi, i veshur me kostumin e tij gri dhe me një fytyrë që përpiqej të dukej e qetë, buzëqeshi. "Alma, e kuptoj që është e papritur, por unë ndihem mirë me Lirin. Nuk e kam menduar të të lëndoj, por jeta ecën përpara." Alma përplasi filxhanin në tryez. Kafja u derdh mbi mbulesën e bardhë. "Babi, vetëm 2 ditë. Vetëm 2 ditë pas mamit. Si mund të ecësh kaq shpejt? Unë nuk e di çfarë prisje prej meje," tha Gëzimi, duke u përpjekur të gjejë fjalët e duhura, por zëri i tij duke i lodhur. "Jeta nuk pret, Alma. Unë jam i vjetër, liria është e lumtur. Nuk është e drejtë të më akuzosh se po ndjek lumturinë time." Alma ndjeu se zemra i rrihte fort. Ajo kishte kaluar muaj të tërë, duke mbajtur dhembjen e humbjes së nënës së saj, duke përballuar vajtimin dhe boshllëkun në shtëpi. Dhe tani, aty ishte babai i saj, i lumtur, duke bërë realitet diçka që për të dukej e pamendueshme. "Lumturinë tënde. Ti e quan këtë lumturi. A e kupton që ti po shkatëron gjithçka që ka mbetur nga familja jon?" tha Alma, duke u afruar me zërin që dridhej nga zemërimi dhe dhimbja. Liria, që ishte ulur në karrige pranë tavolinës, e shikonte me një përzierje turpi dhe trishtimi. Ajo nuk kishte fjalë, vetëm shikonte sytë e Almës dhe përpiqej të mos lëshonte lot. "Unë nuk doja të ishte kështu," tha Liria me një zë të qetë, por të dridhur. "Unë e respektoj shumë Almën dhe nuk kam dashur të lëndoj askënd, por ndjenjat nuk mund të kontrollohen gjithmonë." Alma bëri një hap prapa dhe përplas krahët mbi trup. "Unë nuk mund ta pranoj këtë. Nuk mund ta pranoj fare." "Alma, nuk të kërkoj të pranosh menjëherë," tha Gëzimi, duke ju afruar ngadalë. "Vetëm të kërkoj të kuptosh se unë nuk jam i njëjtë më. Kam nevojë për dikë që të më qëndroj pranë. Dhe Liria, ajo është dikush që e kupton shpirtin tim." Por Alma nuk mund të dëgjonte. Ajo ndjeu një valë të fuqishme zemërimi dhe trishtimi që i përplasej si dallë. Ajo donte të qante, të bërtiste, të ikte larg, dhe në të njëjtën kohë nuk mund të shmangte ndjenjen se diçka brenda saj po thyhej. "Unë nuk di nëse mund t'ju fal ndonjëherë," tha ajo, duke kthyer shpinën dhe duke ecur drejt dhomës së saj. "Kjo është shumë për mua, shumë e madhe." Gëzimi dhe Liria mbetën të dy, duke ndjerë një heshtje të rëndë. Një heshtje që nuk mund të thyej me fjalë, sepse emocionet ishin tepër të forta, dhe dhimbja e Almës ishte një mur që asnjëri nuk mund ta kalonte lehtë. Përplasja e ndjenjave 2 ditë kishin kaluar që nga ai përplasja e parë në kuzhinë. Alma kishte qëndruar pothuajse e izoluar në dhomën e saj, duke mos folur shumë me babain ose me Lirin. Çdo zë, çdo lëvizje në shtëpi i ngjante një kujtesë të dhimbshme të tradhtisë dhe mungesës së respektit për nënën e saj të ndjer. Në mëngjes, Gëzimi vendosi të bënte një përpjekje tjetër për të biseduar me Alma. Ai trokituri butë në derën e dhomës së saj, duke mbajtur në dorë një gotë me çaj të ngrohtë. "Alma, mund të flasim?" tha ai me një zë të butë. Alma ngriti kokën nga libri që po lexonte, por sytë e saj ishin të ftohtë. "Çfarë ka mbetur për të folur, babi?" pyeti ajo, zëri i saj i acartë. "Unë mendoj se gjithçka është thënë me 2 ditë më parë." Gëzimi u ul në karrige pranë saj, duke e vendosur gotën mbi tavolinë. "E di që kjo është shumë e vështirë për ty. Nuk do të gjej fjalë që ta zbusin dhimbjen tënde, por dua që të kuptosh, unë nuk e bëra këtë për të lënduar, Alma. Nuk ka asgjë personale kundër teje." Alma rëshiti dorën mbi fytyrë dhe përpiqej të mblidhte mendimet. "Po si nuk është personale? Ti po bën atë që mamaja ime do ta kishte quajtur tradhti më të madhe. Ti po zëvendëson gjithçka që ishte e saj me diçka tjetër, me Lirin." "Alma, mos e quaj tradhti," ndërhyri Gëzimi me zë të butë, por të vendosur. "Liria nuk është një zëvendësim. Ajo është dikush që më kupton, që më qëndron pranë. Nuk është ajo që e ndan dashurinë që kisha për mamin tënd. Dashuria për të nuk zhduket kurrë." Alma e ndjeu që zemra i dridhej nga përzierja e trishtimit dhe zemërimit. Ajo u ngrit në këmbë dhe i afrohet babait, fytyra e saj e kuqëremt nga emocioni. "Ti mendon se mund të jesh i lumtur menjëherë, si asgjë të mos kishte ndodhur?" "Po unë, babi, po unë kur rihem në këtë histori,
Çfarë ndodh me ndjenjat e mia? Gëzimi u ngrit ngadalë dhe i vendosi dorën mbi shpatullën e Almës, por ajo e tërhoqi. Mos më prek, tha ajo, me një zë që i shpërthente. Unë nuk dua kontakt tani. Nuk mund të jemi si më parë. Liria, e cila kishte qëndruar e heshtur në qoshe, vendosi të flasë. Zëri i saj ishte i qetë, pothuajse i ndrojtur, por i vendosur. Alma, unë nuk kam dashur të të lëndoj. Nuk kam kërkuar këtë, por nuk mund të fshihem nga ndjenjat e mia. Unë nuk mund ta ndryshoj çfarë ndjej për gëzimin. Alma e shikoi Lirin me një përzierje dyshimi dhe trishtimi. Nuk e di nëse mund ta besoj atë që thua, tha ajo. Ti erdhe me njëherë pas humbjes së mamit. Si mund të ndodhi kaq shpejt? Nuk ka asgjë të shpejt në ndjenjat e vërteta, tha Liria me një fërkim të dorës mbi stol. Unë kam ndjerë gjithmonë lidhje me gëzimin, por kjo nuk do të thotë se dua të zëvendësoj ty ose nënën tënde. Unë dua të jemi të gjithë familje, ndoshta një familje e pazakont, por familje me gjithatë. Alma u ul përsëri në karrige, duke mbajtur kokën në duar. Fjala familje e goditi me një ndjenjë boshllëku. Si mund të ketë familje kur çdo gjë që ajo njihte ishte shpërbër? Familje, nuk e di nëse mund të them kur këtë fjalë për ju dy, tha ajo me zërin e lodhur. Nuk e di nëse mund ta fal, nuk e di se si mund ta përballoj gjithë këtë. Gëzimi u afrua dhe e shikoi me dëmshuri. Alma, nuk kërkoj falje për ndjenjat e tua. Ato janë të drejta, por dua që të dish se unë dhe Liria nuk duam të humbasim. Ti je pjesë e familjes sime, dhe kjo nuk do të ndryshoj. Alma nuk foli për disa çaste. Vetëm shikoi sytë e babait dhe pastaj Liris, duke ndjerë një konflikt të brendshëm. Zemërimi, dhimbja, por edhe një ndjesë të lehtë se ata po përpiqeshin. Unë nuk jam e sigurt se mund të jetë kurrë e njëjtë, tha Alma me një frymë të thellë. Por do të përpiqem të kuptoj. Nuk premtoj se do të jetë lehtë. Gëzimi buzëqeshi, dhe Liria përpiqej të fshinte një lot të vogël. Një hap i vogël, por një hap drejt ndoshta një marrëdhënie të re familjare, e cila megjithse e ndërtuar mbi dhimbje dhe tradhti të ndjer, mund të kishte shpresa për të ardhmen. Ditët e parë të bashkëjetesës ditët, pas përplasjes në kuzhinë, ishin të vështira për Almën. Çdo zhurmë në shtëpi shkaktonte dhimbje të forta. Zërin e babait që qeshte me Lirin, hapin e saj në korridor, apo edhe një filxhan që përplasej mbi tavolinë. Alma ndihej sikur çdo gjë rreth saj ishte përmbysur, sikur shtëpia e saj e fëmijërisë ishte transformuar në një vend i panjohur, i huaj. Në një mbrëmje, Alma ul në divan me një batanie mbi gjunjë dhe filloi të shikonte albumet e familjes. Fotografit të mami dhe babait së bashku, të saj dhe të motrës së vogël, Liris, e bën të ndjej një dhembje të papërshkrueshme. Çdo buzëqeshje e mëparshme duke e largët, një kujtim që nuk mund ta prek dot më. Si mund të vazhdojnë ata sikur asgjë të mos kishte ndodhur? Thoshte Alma për vete. Si mund të jetë kjo normale për ta? Në mëngjesin tjetër, babai i saj trokiti në derën e dhomës. Ai mbante një tas me mëngjes dhe një buzëqeshje të butë. Alma, e di që është e vështirë, por po mendoja, ndoshta mund të ham së bashku mëngjesin. Vetëm pak minuta, pa fjalë të mëdha. Vetëm të jemi pranë njëri tjetrit, tha Gëzimi, duke ju afruar me kujdes. Alma e shikoi për një moment. Zemra e rrite fort, por diçka e brendshme i thoshte të pranonte. Vetëm pak minuta, tha ajo me një zë të vogël. Kur u ule në tryez, Liria ju afrua me 2 gota çaji. Ajo buzëqeshi ngadalë, me një përzierje turpi dhe shprese. Faleminderit që pranove të rish për pak, tha Liria. Nuk dua të shtyj të bësh gjë që nuk dëshiron. Alma thjesht hodhi një sy të shkurtër dhe uli kokën. Por ndërsa hani në heshtje, diçka e vogël filloi të ndryshonte. Nuk ishte buzëqeshje e plot, as fjalë të mëdha, por ishte një ndjesje e lehtë që ata po përpiqeshin. Një shenjë se ndoshta kjo mund të jetë fillimi i një marrëdhënie të re, e cila nuk do të zëvendësonte humbjen, por mund të ndërtohej mbi respekt dhe kujdes. Në ditët që pasuan, tensioni ishte ende i pranishëm, por diskutimet filluan të jenë më të qeta. Alma mësoi të shpreh ndjenjat e saj pa shpërthime të forta, dhe Gëzimi dhe Liria mësuan të dëgjojnë pa u mbrojtur. Një mbrëmje, Alma ul në dhomën e saj dhe shkroi në ditar. Nuk e dua këtë situatë, nuk e dua Lirin në vend të mamit, por ndoshta mund të mësohem me idenë se babi është i lumtur. Nuk është e lehtë, nuk do të jetë kurrë e njëjtë, por ndoshta, një ditë, mund të pranoj se edhe lumturia e tij është e rëndësishme. Kjo ishte një ditë e vogël, një hap i parë drejt një procesi të gjatë. Alma kuptoi se përballimi i dhimbjes dhe i tronditjes nuk ishte një rrugë e drejtë, por një rrugë ngadalë me kthesa të dhimbshme dhe momente të vogla lehtësimi. Gëzimi dhe Liria e kuptuan gjithashtu se nuk mjaftonte të dëshironin të ishin familje. Duhej durim,
respekt dhe ndjenja e ndërsjellë për të ndërtuar sërish lidhjet që ishin thyer nga humbja dhe vendimi i papritur. Ditët e para të bashkëjetesës ishin të mbushura me heshtje të vështira, por edhe me momente të vogla tensioni. Alma ndjente se çdo lëvizje e babait dhe Liris ishte një kujtesë e dhimbshme e humbjes dhe tradhtisë që ajo perceptonte. Një mëngjes, Alma po përgatiste mëngjesin kur Gëzimi hyri në kuzhinë me një buzëqeshje të zakonshme. "Mirë mëngjes, Alma," tha ai me zë të lehtë, duke vendosur një tas me vezë të ziera përpara saj. Alma e shikoi për një çast dhe më pas u ul, por nuk foli. Heshtja e saj ishte një mjet mbrojtjeje që ajo përdorte shpesh. "Si e ke fjetur?" pyeti Gëzimi, duke u përpjekur të thyej akullin. "Si gjithmonë," tha Alma shkurt, pa ngrohtësi. Në këto ditë, çdo diskutim për diçka të thjeshtë, si një tas çaji apo rregullimi i dhomës, shndërrohej në debat të tensionuar. "Pse gjithmonë e vendos këtë këtu?" pyeti Alma, duke treguar tavolinën ku Liria kishte vendosur disa libra dhe filxhan. "Më fal, nuk e kuptova që ishte problem," tha Liria me një zë të qetë. "Thjesht mendova se këtu do ishte më mirë." Alma u përkul dhe nxori i frym thellë. Një pjesë e saj donte të bërtiste, por një pjesë tjetër e ndalonte. Ajo kuptoi se reagimi i saj i fortë nuk do të ndryshonte situatën. "Mund ta vendosësh diku tjetër," tha ajo, më qetë se më parë. "Por e dua këtë hapësirë për veten time." Liria bëri një buzëqeshje të vogël dhe lëvizi librat në një raf tjetër. Një moment i vogël, por një hap drejt respektit të ndërsjellë. Një pasdite tjetër, Alma u përball me babain për një temë më të ndjeshme. "Babi, pse dukesh gjithmonë i lumtur kur unë ndjej dhimbje? Si mund ta pranosh këtë kaq shpejt?" pyeti Alma me zërin që dridhej. "Sepse, Alma, dhimbja dhe lumturia nuk janë të njëjta," tha Gëzimi, duke e shikuar me dhëmshuri. "Unë nuk dua të heq dhimbjen. Thjesht po përpiqem të gjej një mënyrë për të vazhduar jetën." Alma u ul pranë tij dhe për një moment heshti. Nuk kishte zgjidhje të lehta për dhimbjen e saj, por diçka brenda saj filloi të kuptonte se babai i saj nuk e kishte harruar nënën e saj. Ai po përpiqej të jetonte, duke gjetur shpresë në lirinë. Një mbrëmje, ata tre u ulën për të ngrënë darkë së bashku, për herë të parë pa tension të madh. Nuk kishte buzëqeshje të plot, por kishte një ndjenje të vogël bashkëjetese. Alma shikoi babain dhe Lirin dhe ndjeu një ndjesi të re. Ndoshta nuk do të jetë kurrë si më parë, por mund të ketë një mënyrë që ata të jenë familje, një familje ndryshe, e ndërtuar mbi durim, respekt dhe ndjenja të vërteta. Në këtë etapë, Alma filloi të shkruajë më shpesh në ditar, duke regjistruar mendimet dhe ndjenjat e saj. Ajo kuptoi se përballimi i situatës nuk ishte vetëm për të, por për të gjithë ata që donte. Dhe megjithse rruga ishte e gjatë dhe e dhimbshme, ekzistonte një shpresë e vogël që një ditë të tre mund të gjenin një ekuilibër të ri. Hapat e parë drejt pranimit ditët u kthyen në javë, dhe çdo ditë sillte një sfidë të re. Por gjithashtu, çdo ditë sillte edhe momente të vogla ku Alma filloi të kuptojë se liria nuk ishte një kërcënim, por një pjesë e re e jetës së babait të saj. Një mëngjes, Alma po pastronte dhomën e saj kur Liria trokiti lehtë në derë. "Alma, mund të hyj për një minutë?" pyeti Liria me një zë të qetë. Alma e shikoi për një moment dhe pastaj bëri një shenjë me dorë që të hynte. Liria hyri me një shishe lëng portokalli në dorë dhe buzëqeshi. "Mendova se mund të ndanim një gotë lëng bashk," tha Liria. Pa fjalë të mëdha, thjesht të qetë. Alma ngriti një vetull dhe, për një çast, ndjeu një buzëqeshje të vogël brenda vetes. Ishte hera e parë që Liria e ftoi për një gjë kaq të thjeshtë, pa presion, dhe Alma e ndjeu këtë si një hap drejt një marrëdhënie më normale. "Ok," tha Alma, duke pranuar gotë. Por vetëm një gotë. Të dyja qeshën lehtë, dhe për një moment, heshtja e ngrohtë e përditshme u zëvendësua me një ndjenjë lehtësimi. Nuk ishte një pranueshmëri e plotë, por ishte fillimi i saj. Një pasdite tjetër, Alma dhe babai po shikonin fotografi të vjetra në dhomën e gjallërisë. Ajo i tregonte momente të vogla nga fëmijëria e saj, dhe Gëzimi dëgjonte me vëmendje. "Këtu më dukesh e lumtur," tha Gëzimi, duke treguar një fotografi ku Alma po qeshte duke luajtur në obor. "Po, nuk më kujtohej," tha Alma me një zë të butë. "Është mirë të shikosh këto kujtime dhe të kuptosh që gjithçka nuk është zhdukur." Në mbrëmjet e mëvonshme, ata tre filluan të flasin për gjëra të vogla të përditshme. Një recetë të re që Alma kishte provuar, një film që Gëzimi donte të shikonte, apo një shëtitje të vogël jashtë. Nuk ishin diskutime të mëdha, por ishin hapa të vegjël drejt normalitetit. Një ditë, Alma gjeti veten duke ndarë një shaka të vogël me Lirin, duke qeshur pa ndjenja të ftohta. Ajo ndjeu një lehtësim të vogël. Ndoshta Liria nuk ishte armiku i saj, por dikush që mund të bënte pjesë në jetën e babait pa e zëvendësuar nënën e saj. Në ditar, Alma shkroi: "Unë nuk e dua këtë situatë dhe nuk do ta doja kurrë, por po mësohem që të jetoj me të. Ndoshta një ditë,
nuk do të jetë vetëm durim dhe dhimbje. Ndoshta një ditë mund të ketë një lloj lumturie, e cila nuk zhduk të kaluarën, por e mbështet të tashmen. Ky ishte një moment i vogël, por i rëndësishëm. Alma po mësonte se një marrëdhënie e re nuk do të thotë harrim, por adaptim dhe respekt. Gëzimi dhe liria gjithashtu po mësonin të jenë të durueshëm dhe të kuptojnë ndjenjat e Almës. Shumë nga diskutimet e mëparshme dhe tensionet e forta nuk ishin zhdukur, por ata tre filluan të kuptonin se dashuria dhe respekti nuk zhduken menjëherë, por mund të rindërtohen gradualisht, edhe pas humbjeve dhe tronditjeve më të forta. Pranimi ngadalë të ditët u bën javë, dhe Alma filloi të ndjente ndryshime të vogla brenda vetes. Çdo buzëqeshje e lirisë, çdo fjalë e butë e babait, nuk ishte më një kërcënim, por një ftesë për të gjetur një ekuilibër të ri. Një pasdite, Alma dhe Liria vendosën të shkonin bashkë në një dyqan për të zgjedhur disa gjëra për shtëpi. Alma ndjeu një ndjenjë të çuditshme, një kombinim të dyshimit dhe kuriozitetit, por gjatë rrugës, biseda e tyre filloi të rrjedh natyrshëm. Kjo tavolina do të duket më e bukur në dhomën e gjallërisë, tha Liria, duke treguar një tavolinë të vogël prej druri. Alma buzëqeshi lehtë. Po, mbase ke të drejtë, do ta shohim kur ta vendosim. Ata biseduan për recetat e fundit që kishin provuar, për disa filma që kishin parë, dhe për detajet të vogla të jetës së përditshme. Alma filloi të kuptojë se Liria nuk ishte një armike, por dikush që mund të ndante pjesë të jetës së tyre me respekt dhe kujdes. Kur u kthyen në shtëpi, babai i tyre po prisinte në kuzhinë. Ai i pa dyja dhe buzëqeshi, duke ndjerë një lehtësim të brendshëm. Si shkoi? Gjetët gjëra të bukura? Pyeti ai. Po, disa, tha Alma me një zëmë të qetë se zakonisht. I vendosim dhe shohim si duket. Në atë moment, Alma ndjeu një ndjesi të re. Ajo nuk e kishte harruar dhimbjen e humbjes së nënës së saj, por po mësonte të bashkëtonte me të dhe me realitetin e ri. Nuk ishte e lehtë, por po mësonte se një marrëdhënie e re nuk do të thotë harrim, por adaptim dhe durim. Një mbrëmje tjetër, Alma dhe Liria u ulën për të parë një film së bashku, diçka që më parë Alma nuk e kishte imagjinua. Gjatë filmit, ato ndan disa pika të vogla humori, dhe një buzëqeshje e heshtur u krijua midis tyre. Nuk ishte plotësisht e lirë nga tensioni i kaluar, por ishte një hap i vogël drejt pranimit. Në ditarin e saj, Alma shkroi: "Jam duke mësuar të jetoj me këtë realitet të ri. Liria nuk është një zëvendësim, por një pjesë tjetër e jetës sonë. Nuk dua ta dua, por po mësohem ta pranoj. Babai është i lumtur, dhe ndoshta kjo është e rëndësishme, edhe për mua. Hapat e vegjël janë gjithmonë hapat më të vështirë, por edhe ata mund të çojnë në diçka të bukur." Në këtë fazë, marrëdhënia e tyre filloi të bëhej më e qëndrueshme. Tensioni nuk ishte zhdukur, por ata mësuan të komunikojnë, të dëgjojnë njëri tjetrin dhe të pranojnë kufizimet e ndjenjave të tyre. Alma filloi të kuptojë se një marrëdhënie e re nuk do të thotë humbje, por një mundësi për të ndërtuar një familje ndryshe, ku respekti dhe dashuria për të kaluarën nuk kundërshtojnë dashurinë dhe pranimin e të tashmes. Afërsi dhe bashkëpunimditët kalonin, dhe Alma filloi të ndjente se Liria nuk ishte më një figurë e huaj apo kërcënuese. Ajo po mësonte të shikonte përtej dhimbjes dhe tradhtisë të perceptuar, duke parë një grua që përpiqej të ishte pjesë e familjes me respekt dhe kujdes. Një pasdite, Alma po përgatiste një tortë për ditëlindjen e saj, dhe Liria ju ofrua të ndihmonte. "Mund të ndihmoj me petën e tortës?" pyeti Liria, duke mbajtur një spatulë. Alma u ngrit dhe shikoi Lirin për një moment. Ishte një ftesë e thjeshtë, pa presion. Ajo bëri një buzëqeshje të vogël dhe pranoi. "Po, mund të më ndihmosh," tha Alma. Ndërsa përzienin përbërësit dhe përpiqeshin të vendosnin petën mbi tortë, ato qeshën së bashku për disa gabime të vogla. Ishte një moment i thjeshtë, por i fuqishëm. Alma ndjeu një ndjenjë lehtësimi që nuk e kishte provuar që nga dita kur kishte zbuluar martesën e babait. Në atë mbrëmje, babai ju afrua dhe shikoi tortën. "Më duket se jeni bërë një ekip i mirë," tha ai me një buzëqeshje të gëzuar. Alma e shikoi babain dhe pastaj Lirin. Një ndjenjë e re filloi të rritej brenda saj. Një ndjesë respekti dhe mirënjohjeje për përpjekjen që Liria po bënte për të ndërtuar një marrëdhënie të shëndetshme. Një tjetër moment kyç ndodhi kur Alma dhe Liria u ulën për të zgjedhur disa rregullime për dhomën e gjallërisë. Alma mësoi të dëgjonte mendimet e Lirisë dhe të diskutojë pa shpërthime. Ata gjetën një mënyrë kompromisi për të vendosur mobilje dhe dekorimet, duke krijuar një ndjenjë bashkëpunimi që më parë ishte e pamundur. "Mendoj se ky raf do të duket më mirë këtu," tha Liria, duke treguar një vend të ri për librat. "Po, ka kuptim," pranoi Alma. "Le ta vendosim kështu." Ndërsa punonin së bashku, një ndjenjë e vogël ngrohtësie filloi të lulëzonte. Alma kuptoi se Liria nuk ishte zëvendësimi i nënës së saj, por dikush që mund të ndante pjesë të jetës së tyre dhe të përforconte marrëdhëniet në familje. Në ditar, Alma shkroi: "Sot ndjeva diçka të re."
Nuk është dashuri e madhe, por një respekt i vogël, një pranim i vogël që nuk e kisha menduar se do të ndodhte. Liria nuk është mami im, dhe nuk do të jetë kurrë, por ajo mund të jetë pjesë e jetës sonë, dhe ndoshta kjo është e mjaftueshme për të filluar. Pak nga pak, tensioni filloi të zbehej, dhe bisedat mes tyre u bën më të qeta. Nuk kishte akoma buzëqeshje të plota, por kishte një ndjesi të kuptimit dhe bashkëpunimit që po rritej çdo ditë. Gëzimi shikonte me krenari dhe dëmshuri për të dyja. Ai e dinte se rruga ishte e gjatë, por po shihte se fillimisht hapat e vegjël po sillnin rezultate. Ai kishte arritur të ndërtonte një realitet të ri, ku Alma nuk ndjente vetëm tradhti, por edhe respekt dhe pranimin e hapësirës së lirisë në familje. Pranimi dhe lidhja e reditët dhe javët që pasuan ishin të mbushura me momente të vogla, por të rëndësishme. Alma kishte filluar të kuptonte se liria nuk ishte kërcënim, nuk donte të zëvendësonte të ëmën e saj, por donte të ishte një pjesë e jetës së tyre, një mbështetje për babain dhe një shoqe e mundshme për të. Një mëngjes, Alma u zgjuar më herët dhe pa lirin duke u përgatitur për të dalë në obor. Pa u menduar shumë, ajo ju afrua dhe tha: "Liri, mund të vi me ty. Dua të të ndihmoj me kopshtin." Liria u kthye dhe buzëqeshi i qelur, një buzëqeshje që nuk kishte të bënte me presion apo turp, por me gëzim të vërtet. "Sigurisht, Alma, do të jetë më bukur së bashku." Kur punuam bashkë në kopsht, duke mbjell lule dhe duke ujitur bimët, Alma ndjeu një ndjenjë të pazakontë. Qetësi, lehtësim dhe ndoshta një fillim i një lidhje të re. Ajo kuptoi se për herë të parë që nga humbja e nënës së saj, nuk ndjente vetëm dhimbje, por edhe një hapësirë për të ndier gëzim dhe shpresë. Më vonë, në darkë, Alma vendosi të përgatit një recetë që kishte mësuar nga nëna e saj. Ajo tha: "Babi, dua të përgatis këtë sot." "Liri, do të më ndihmosh?" Liria pranoi menjëherë, dhe ata tre filluan të përgatisin darkën së bashku. Nuk kishte tension, nuk kishte diskutime të forta, vetëm biseda e qetë, ndarja e detajeve të vogla dhe disa të qeshura të heshtura. Pas darkës, Alma u ul pranë babait dhe lirisë. Ndjeu një ndjesi të re. Ajo po fillonte të ndjejë se liria mund të ishte një partner i respektuar dhe i dashur në jetën e tyre, pa i zëvendësuar të kaluarën. "Nuk do të harroj kur mamit," tha Alma, duke shikuar babait. "Por ndoshta mund të mësohem të jetoj me këtë realitet të ri. Nuk është lehtë, por po përpiqem." "Kjo është e gjitha që dua të dëgjoj," tha gëzimi, duke shtrënguar dorën e Almës. "Hapat e vegjël janë gjithmonë më të rëndësishëm." Liria, me një buzëqeshje të butë, tha: "Alma, unë nuk do të jem kurrë në vend të nënës tënde, por mund të jem dikush që të qëndroj pranë, kur të duash, dhe të ndihmoj familjen tënde të jetë e fortë." Në atë moment, Alma ndjeu një qetësi të brendshme, që nuk e kishte ndjerë që nga ditët e para pas humbjes së nënës. Ajo kuptoi se dashuria nuk duhet të zhdukte dhimbjen, dhe pranimi nuk do të thoshte harrim. Përkundrazi, ajo mund të krijonte një hapësirë ku të gjitha ndjenjat, dhimbja, trishtimi, respekti dhe dashuria e re, mund të bashkëtonin pa u përplasur. Në ditar, Alma shkroi: "Nuk është e lehtë. Nuk do të jetë kurrë e njëjtë si më parë, por kam mësuar se mund të ndjej një lidhje të re, pa e tradhtuar të kaluarën. Liria nuk është mamia ime, por është pjesë e jetës sonë, dhe kjo është më shumë se mjaftueshëm." Ky ishte një moment i vogël, por një hap i madh drejt një ekuilibri të ri familjar. Alma, gëzimi dhe liria po mësonin se familja nuk është gjithmonë perfekte, por mund të jetë e fortë dhe e qëndrueshme kur ka respekt, durim dhe dashuri. Lidhja e re familjare ditët kalonin, dhe Alma ndjente se marrëdhënia me lirin po evoluonte ngadalë nga respekti i kujdesshëm drejt një lidhje reale. Nuk ishte dashuri e madhe si ajo që kishte për nënën, por një ndjesi e qetë dhe e fortë, një siguri se liria ishte një pjesë e jetës së tyre, pa e zëvendësuar të kaluarën. Një fundjavë, ata tre vendosën të organizonin një festë të vogël familjare në shtëpi. Ishte hera e parë që Alma e shite babain dhe lirin duke bashkëpunuar përgatitjen e ushqimit me gëzim dhe qetësi, pa tension. Alma e ndjeu këtë si një shenjë të qartë se marrëdhënia e tyre mund të funksiononte. "Alma, mund të më ndihmosh me sallatën?" pyeti liria, duke mbajtur një tas të madh. "Po, sigurisht," pranoi Alma, dhe ndërsa punonin së bashku, qeshja e tyre u bë natyrshme dhe ngrohtë. Kur mysafirët mbërritën, Alma u ndje sigurt dhe e qetë. Ajo shikoi babain që fliste dhe qeshte me miqt, dhe lirin që i ndihmonte me detaje të vogla, dhe ndjeu një ndjesi të re. Ajo po pranonte jo vetëm lirin, por edhe këtë realitet të ri familjar. Gjatë darkës, Alma ndjeu një moment të veçantë. Liria e pyeti për kujtimet e fëmijërisë me nënën, dhe Alma filloi të tregonte me një qetësi që nuk e kishte pasur më parë. "Mami gjithmonë bënte këtë tortë për ditëlindje," tha Alma, duke buzëqeshur lehtë. Liria e shikoi dhe tha me zë të butë: "Unë do të doja të mësoja si ta bëj ashtu, në mënyrë që të ndihmoj të mbajmë tradita të gjalla."
Alma ndjeu një ngrohtësi në zemër. Liria nuk po tentonte të zëvendësonte kujtimet, por po i ndihmonte të vazhdonin, duke i respektuar ato. Ishte një moment afrimi, ku Alma kuptoi se marrëdhënia e tyre mund të ishte e shëndetshme dhe reale. Ditët e përditshme pasuan me biseda të qeta, ndihmë të përbashkët në punët e shtëpisë dhe momente të vogla të argëtimit. Alma filloi të ndjejë një lidhje të qëndrueshme me Lirin, duke kuptuar se një marrëdhënie familjare nuk do të thotë humbje, por bashkëtesë dhe respekt për të kaluarën dhe të tashmen. Një mbrëmje, Alma shkroi në ditar: "Nuk do të jetë kurrë njëjtë si më parë, por ka gëzim, ka qetësi dhe ka respekt. Liria nuk është mamia ime, por është pjesë e jetës sonë, dhe kjo është e mjaftueshme për të ndërtuar një familje të re. Nuk është e lehtë, por është e vërtetë." Në atë moment, Alma ndjeu një paqe të brendshme që nuk e kishte ndjerë që nga humbja e nënës. Marrëdhënia e tyre nuk ishte perfekte, por ishte reale dhe e qëndrueshme. Ajo kishte mësuar se familja mund të ndryshojë, mund të ndërtohet mbi humbje dhe dhimbje, dhe mund të ketë dashuri dhe respekt pa zëvendësuar të kaluarën. Harmonia e re ditët kalonin, dhe Alma filloi të ndjejë se dhimbja nuk e kontrollonte më çdo moment të jetës së saj. Marrëdhënia me babain dhe Lirin kishte evoluar. Nuk kishte harrim, nuk kishte zëvendësim, por kishte një ekuilibër të ri, një ekuilibër që përfshinte respekt, durim dhe dashuri të vërtetë. Një mëngjes, Alma u zgjuar dhe pa babain duke u përgatitur për të dalë jashtë. Ai i buzëqeshi dhe tha: "Mirë mëngjes, Alma. Si ndihesh sot?" Alma buzëqeshi ngadalë dhe ndjeu një lehtësim të brendshëm. Më mirë se disa javë më parë," tha ajo. "Gjithçka është më e qetë tani." Liria hyri me një filxhan çaji për Alma dhe tha me një buzëqeshje të butë: "Do të dëshiroja që çdo mëngjes të ishte kështu. Qetësi dhe biseda e mirë." Alma e shikoi dhe ndjeu një ndjenjë ngrohtësie. Nuk ishte një dashuri që zëvendësonte të kaluarën, por ishte një ndjenjë afrimi dhe bashkëjetese që mund të rritej çdo ditë. Në ditar, Alma shkroi për herë të fundit: "Kam kuptuar se nuk mund të ndryshoj të kaluarën dhe nuk dua ta ndryshoj, por mund të pranoj të tashmen dhe të krijoj lidhje të reja, pa humbur kujtimet e mia. Babai është i lumtur, Liria nuk është zëvendësim, por pjesë e jetës sonë. Kjo është familja ime tani, dhe jam e gatshme ta jetoj me të gjithë ndjenjat që ajo sjell." Në këtë moment, Alma ndjeu një paqe të thellë. Nuk kishte më tension të panevojshëm, nuk kishte më akuzë apo zemërim të papërpunuar. Ajo e pranoi realitetin e ri me maturi dhe dashuri. Familja e saj nuk ishte perfekte. Asnjëherë nuk do të ishte si më parë, por ajo ishte reale, e ndërtuar mbi respekt, bashkëpunim dhe durim. Çdo buzëqeshje, çdo moment i ndarë së bashku, çdo ndihmë e vogël apo bisedë qetë, ishte një gurthemeli për një lidhje të re që mund të zgjasë. Në një mbrëmje të qetë, kur dielli po perëndonte, Alma e shikoi babain dhe Lirin duke u përgatitur për darkën e fundit së bashku. Ajo ndjeu një ndjesi qetësie që nuk e kishte ndjer kurrë. Dhimbja e humbjes së nënës ishte pjesë e saj, por nuk e kontrollonte më. Dashuria e re dhe respekti për babain dhe Lirin ishin pjesë e jetës që mund të ndërtohej dhe lulëzonte. Dhe kështu, Alma, gëzimi dhe Liria filluan të jetojnë jo si dikur, por me një lidhje të re, të fuqishme dhe të qëndrueshme, një familje e ndryshuar, por e vërtet dhe e plot në mënyrën e saj unike.